Avokat, ndërkohë mos prezenca e tyre do thotë që nuk e njohin ligjin, e rëndësishme që duhet votuar apo nuk e shihni? Jo, unë ja thash në fillim, shoh një vullnet të munguar të palëve për ta kuptuar që janë përgjegjës për fatin e Shqipërisë. Në momentet caktuar, ky vullnet i varet në qafë më shumë si përgjegjësi majorancës, e cila mandatohet, por ne mund të kemi patjetër vullnet edhe nga minoranca. Dhe unë mendoj, tani nga që kam shumë rubrika atje në Kenoc, i kam vetë, i kam të gjitha me saksi, të më thëmë, prej muaj shtërë, që në kohën e screening proces. Tani jemi u hapën, tani do mbyllen, pra jemi në fazën e tretë. Unë kam konstatuar një punë jo të vogël, por nuk është prezantuar. Pra, ka raste që dhe vetë pozita nuk ditë prezantoj punë e saj. Janë 10 mira, po them mund të jenë mbi 150.000 faqe transpozime ligjore. Aty është një person që është varë kjo kumbor në qafë, realisht një person që ka punuar dhe është shumë i vlefshëm, është zembreku i gjithë procesit, është Melinda Dhuka. Nuk del në duke, prap ka hyrë për bërë punë atje. Tani kjo punë du të shoqërohet jo vetëm me vullnetin e dy palëve, që palët të vijen aty ku duhet vullnet, ne jemi një popull që do të shkojmë në Europë. Tani nuk është përfshirë aktori popull dhe aktori shoqërisë civile, që do të ishte me shumë vend që të kishte zërin e tij këtu. Për arsye se efekti, pra mendimet të dy palët në këto momente kanë me efekte politike që ndikojnë, domethënë, vjen përballë njëri tjetrit. Megjithatë, ky teatër politik në këtë moment duhet marrë të fund. Pra, kishim një lloj armpushimi, të plotësonim këto dhe të vazhdonim prapë me debatet e tyre. Pra u morën vesh mirë në shtator të vitit 2024 dhe marrë vesh në mënyrë perfekte. Votuan kodin zgjedhor, 1 minutë më pas kërciti karika kokës. Pra, jemi marrë vesh, votojmë kodin, pastaj kërcet karika. Tani, për fatin e Shqipërisë, njerëzit edhe duhen edukuar. Ne folim për një kod penal, nga 300 ca nene të shkojnë 900 ca nene. Ai kod është sjellje, pra të parë. Pra ne, jo vetëm që nuk është e mundur që të përgatiten magjistratët të operojnë me atë kod për 15 ditë, ai do vite ty, po duhet parë përgatitur me një edukim, një brezitër, që njerëzit ta kuptojnë sjelljen, edhe në lidhje me qasjen, domethënë. Ne si shqiptar duhet të mësojmë si operon Europa. Edhe nuk do të shkojmë si ai biznesi që ngelet me barë e pastaj shitet. Kemi dëgjuar që një pjesë e kontratave tona që problemi janë shqiptarët. Po shiko, vendet e lira janë vende të cilat kanë një ndërgjegjësim në mënyrë edukative. Aty ku nuk ka ndërgjegjësim, pra nuk ka marrë pjesë edukata, që tjetë bin nga ndërgjegja, domethënë, edhe nga soposcienca, tregon që kemi këtë lloj demokracie që unë po ta definoj pak a shumë kështu. Janë të lirë tani sklevërit të votojnë për Sllava Pronarin, kurse ne duhet votojmë për atë që na përfaqëson, jo për atë që na sundon. Deri tani kemi lozur me përfaqësimin, edhe mund të them që ka dështuar me sukses demokracia me përfaqësim Shqipëri, e duhet shkojmë drejt demokracisë drejt për drejt. Pra, shqiptarët ta kuptojnë, pse po flas për shqiptarët, ta kuptojnë që duke plotësuar të kushte, do të kenë për herë parë zgjedhje të lira ndeshëm në Shqipëri. Me të kod zgjedhor nuk do i pranoj kush, vëllai. Pra, ti mund të kesh veçorinë në mënyrën gjeografike si ke ndërtuar vendin, po thelbin e demokracisë nuk mund ta shkelësh se ti bie dakord me një parti atje. Së dyti, nuk mund të ketë më këtë mënyrë zbatimi ligjor. Pra shqiptarët nesër, ata që kanë okupuar sistemin e drejtësisë në ato segmente që duhet e tjerë të emëruar për tyre, unë jam për sistemin amerikan, të votohet bile edhe polici zonës, përveç prokurorit apo gjyqtarëve të tjerë caktuar. Jemi larg atij realiteti. Jo, nuk jemi larg. Kjo do vetëm vullnet, asgjë nuk duhet. Po tani po flasim për një shtet të ri në Teksas i është bashkuar në vitet 1800 ca. 40 ca ishtë bashkuar Unionit të Shtetit Bashkuar. Dëshira e mirë dhe vizioni, shumë dakord me ju, po realitetin... Dëshira, tani, ne, e dyta, shqiptarët do të kuptojnë që duke zbartuar këto standarte, do të kenë për herë parë një treg të lirë.
Pra nuk do kenë as monopole, as